Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi gjatë qëndrimit të tij në Bruksel se në shkrimi një memorandumi ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë në fushën e mbrojtjes është në shkelje të një marrëveshje nënrajonale dhe shtoi se është i sigurt se NATO-ja nuk është e informuar për këtë gjë. Kjo është një shkelje të ashtuajturës marrëveshje nënrajonale për kontrollin e armëve nga viti 96, por ne kemi parë nga reagimet e Kroacisë dhe disa pjesëve të tjera të rajonit se ato nuk janë të interesuara për të. Janë pothuajse i bindur se NATO-s asnjë ish e informuar dhe se asnjë thënë se cilat marrëveshje janë shkelur, tha Vučić. Ai shtoi se nuk mendon se për këtë do të shqetësohen Prishtina, Zagrebi apo Tirana. Na takon neve për më tepër t'i theksojmë Rutes dhe njerëzve të NATO-s se gjithë të tjerëve se kjo është një shkelje e asaj që është pranuar, nënshkruar dhe respektuar që nga viti 96. Na takon neve të kuptojmë realitetin dhe përgatitemi për të ardhmen në përputhje me rrethanat, u shpreh më tej presidenti serb. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë nënshkruar deklaratën për forcimin e bashkëpunimit mbrojtës, ndërsa Serbia tha se do të kërkojë një shpjegim urgjent nga Ministritë e Jashtme të Kroacisë, Shqipërisë në lidhje me dokumentin e nënshkruar. Ata kanë hapur një garë armatimesh në rajonin tonë, që është një situatë e vështirë për ne, por ne kemi kuptuar mesazhin e tyre. Do ta ruajmë vendin tonë, do t'i pengojmë ata dhe gjithmonë do të mbrohemi me sukses nga çdo agresor i mundshëm, qoftë edhe një agresor kaq i fuqishëm, tha Vučić.